Ju përshëndes nga studio emisionit Box to Box, do të flasim ditën e sotme për klimën e investimeve në Shqipëri. Pa diskutime, kemi cekur dhe herë tjera, por ajo që në një farë mënyrë riktheu vëmendjen ishte edhe një raport i publikuar nga Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin, e cila ka vënë në dukje se në raport me vendet e tjera të rajonit, Shqipëria le të themi ka bërë regres sa i takon klimës investimeve dhe do të përpiqemi të kuptojmë faktorët që kanë ndikuar për këtë vlerësim, pra si perceptohet një gjë e tillë nga sipërmarrja, jo vetëm sipërmarrja vendase, por edhe sipërmarrja e huaj. Kam kënaqësinë që të kem në studio në këtë pjesë të parë zotin Zenel Hoxha, kreu i Dhomës Britanike. Përshëndetje zoti Hoxha, kënaqësi që jeni me ne. Raporti i publikuar nga Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin vën në dukje se rajoni së paku ka një progres në kufirin e 66%, pra të asaj që mund të konsiderohet si një standard i Bashkimit Evropian dhe në një farë mënyre kjo tregon që pavarësisht progreseve që mund të jenë shënuar, sërish vendet e rajonit mbeten pas. Por ajo që duket në mes të kësaj situate është që Kosova rënditet e para, pra ka më tepër pikë në raport me vendet e tjera dhe në fund të listës rënditet Shqipëria, pra sa i takon klimës së të bërit biznes. Në gjykimin tuaj, pra si e vlerësoni fillimisht këtë raport dhe çfarë mendoni që ka ndikuar për këtë vlerësim? Së pari duhet të them që renditja e Shqipërisë në vend të fundit në krahasim me vendet e rajonit e shoh pak si një akt drastik, sepse mendoj që Shqipëria në këto 10-15 vitet e fundit në raport me rajonin ka edhe progresin e saj në shumë aspekte. Por, në fakt, ajo që e le në klasë Shqipërinë është sa herë që komuniteti i biznesit ndeshet me burokracinë në Shqipëri. Në këtë aspekt Shqipëria vlen përsëri për të dëshiruar, për sa i përket standardeve të administratës dhe komunikimi i saj me biznesin, por dhe me qytetarët në përgjithësi. Është një element që ndoshta na ka penalizuar në këtë vlerësim? Absolutisht po. Ju përmendët që Kosova është në vend parë. Kosova ka bërë përmirësime të jashtëzakonshme, sidomos në 4 vitet e fundit, pa hyrë në politikë, pra të qeverisjes aktuale, e cila me kënaqësi konstatohet që fenomeni i korrupsionit atje ka shënuar me fjalë, ka shkuar në nivele të pa imagjinueshme para 4-5 vjet më parë. Çka do thotë që Shqipëria ekstremi pra tjetër, pra në fund të saj do thotë që ka shumë për të bërë. Megjithatë, duhet të theksoj që duhet të ishte bërë një skanim pak më real situatës rajonale, se sa asaj që është pasqyruar nga OECD-ja. Nuk e shihni në përputhshmëri, le të themi, me realitetin, ju përmendët një komponent që ndoshta mund të përbëjë apo ta shohë, është një perceptim që krijohet për shkak të kësaj barrierave që mund të hasin sipërmarrjet në raport me praktikat apo procedurat që ndjekin. Tashmë situata edhe vetë deklaruar nga zoti Rama në takimet e fundit që ka bërë është ai konsideron alarmante me standardin që do të arrijë ai si kryetari i qeverisë pra. Dhe për këtë ai ka marrë dhe qeveria e tij ka marrë disa masa, siç është fokusimi në digitalizimin e ekonomisë, edhe të shërbimeve kryesisht, që ka patur ka shënuar një progres të madh në këtë aspekt, por nuk ka një sinkron me standardin, me mundësi që ka qoftë komuniteti i biznesit, qoftë edhe shoqëria në përgjithësi, nuk ishte e përgatitur pra për të përgjigjur këtij ndryshimi të menjëhershëm, pra siç ndodhi me Shqipërinë digitalizim. Dhe përpasoj ka patur një ngërst të jashtëzakonshëm për sa i përket komunikimit në aspektin e pronësisë, pra, komunikimi me Agjencinë e Kadastrës, vlen shumë për të dëshiruar. Po ashtu edhe në shërbime të tjera, pra,
është deklaruar që do të ofrohet, do të jetë përgjigje në kohë, kur në fakt realiteti flet krejt ndryshe. Dhe unë mendoj që hapi madh u hodh, pra që u deklarua që ne tashmë jemi të digitalizuar. Por nga ana tjetër administrata e papërgatitur për t'ju përgjigjur kërkesave të jo vetëm komunitet biznes, por të qytetarëve në përgjithësi, ka krijuar një boshllëk të jashtëzakonshëm, sa që rezultojnë atë që kushdo që është intervistuar nga institucionet të ndryshme ndërkombëtare, përfshirë dhe OECD-n, sigurisht ka marrë atë feedbackun që ai e ka pasqyruar pastaj në raport. Pra nuk është arritur, thoni ju, që pavarësisht të vullnetit që kjo majorancë mund të ketë pasur për të sjellë përmirësime dhe në një farë mënyrë për të shkuar në të njëjtën frymë që kanë shkuar dhe vendet e rajonit. Pra për të përparuar në fusha të cilat janë me interes dhe ne jemi të vonuar, siç është digitalizimi, inteligjenca artificiale, sepse ne sot flasim për impakt dhe në sferën globale për tensione gjeopolitike, vendimarrje shumë të rëndësishme që impaktojnë sferën globale, por nga ana tjetër një element kyç janë edhe progresi që shënohet në këto fusha, duke ditur që se sa e kufizuar është vëmendja sa i takon investimeve në Shqipëri. Ne dimë që dy sektorët, edhe nëse do të shohim investimet e huaja në Shqipëri, do të shohim që pesha më e madhe e këtyre investimeve është tek pasuria e palujtshme. Dhe kjo e nxitur nga shitblerja e pronave, si edhe nga turizmi. Megjithatë nuk konsiderohen sektor të qëndrueshëm, të qëndrueshëm në aspektin e rritjes ekonomike. Duhet të shihet në drejtime të tjera? Po sigurisht. Edhe një herë thash ishte lajm i mirë ajo që u deklarua dje nga kryeministri Rama që do të tashmë Shqipëria po futet thellësisht në atë sferën digjitale dhe deklaroi që do të ketë një koordinim të inteligjencës artificiale me të gjithë shërbimet tjera, përfshirë dhe atë të prokurimi online. Pra doja ta cekte se ky është një problem shumë i madh. Por pavarësisht sa ju thoni që në adaptim ka vështirësi, duke qenë se nuk është gati, qoftë sipërmarrja, qoftë administrata për ta përqafuar, le të themi, këto risi. Dhe ju e lidhë shumë bukur që pastaj ngërçi transmetohet në sektorët përkat, siç është real estate, pra komunikimi me institucionin më të rëndësishëm, pra siç është pra Agjencia Kombëtare e Kadastrit separat. Dhe ka shnuar një progres shumë të madh, pra si mund të themi si një industri tashmë pjesë e zhvillimit kombëtar, pra siç është zhvillimi i pronave më radh, por Shqipëria si shtat nuk është kjo, si thua ajo baza kryesore për zhvillimin e ardhshëm edhe tanishëm të Shqipërisë. Janë sektorë të tjerë që duhet marrin vëmendjen e dur, pra siç është ai energjetik, pra siç është sektori i industrisë dhe përpunimi i tyre. Por ne kemi prap një sektor që është lënë pas dore, siç është ai bujqësisë, pra dhe ku investimet janë minimale. Edhe pse mund të jetë një sektor tradicional, le të themi, është një sektor me peshë. Është me një peshë të jashtëzakonshme sepse aktualisht është mbi 23% e prodhimit të përgjithshëm bruto të Shqipërisë. Por është e dhimbshme kur ti shikon produktet huaja në tregun shqiptar, kur ne kemi mundësi që ti kemi pothuajse të gjitha produktet tona, përveç frutave egzotike për shembull. Të gjithë çka tjetër Shqipëria është gjendje që ta prodhojë. Por jo, importi aktualisht është më i madh se sa ajo që prodhojmë ne. Pse? Sepse mbështetja nga qeveritë e radhës deri tani ka qenë e jashtëzakonisht minimale, pothuajse e pa orientuar. Kjo ka sjell pastaj pasoja të jashtëzakonshme sociale, siç kemi boshatisjen e fshatrave të Shqipërisë. Mbushjet, siç thashë, tregut me produkte importi, çka ndikon në uljen e nivelit të jetesës, sepse sigurisht që gjithë si thua valuta ose ato pak edhe kursive që kanë qytetarë shkojnë përsëri dhe marrin drejtimin e kundërt. Është sektori i shërbimeve, sektori i IT-s, shërbime tjera financiare, pra që duhet patjetër dhe ato të modernizohen dhe për këtë, siç thatë, ne si institucion, këtu e 20 vjet më parë kemi ardhur me një program të qartë duke identifikuar të gjithë këto sektorë që përmenda unë.
por edhe zgjidhjet përkatëse se çfarë duhet të bëjë Shqipëria. Dhe këtë ne ja dorëzuam si program qeverisë vitit 2005, pra për ta ndjekur sepse ishte bërë nga ekspert britanik, ku përmes bashkëpunëtorëve tanë edhe vendas edhe të huajt kishim dalë në një studim shumë real për të ardhmen e Shqipërisë, ku prekeshin të gjitha industritë që duhet patjetër të zhvillohen dhe të kishin impaktin e duhur në të ardhmen e zhvilluar të ekonomisë së Shqipërisë. Çfarë ndodh që nuk u morën në konsiderat, pra që nuk u vlerësuan siç duhet? Nuk ishte konteksti i atëhershëm që e favorizonte, nuk ishte qasja politike e duhura? Po, në kohën kur ne dham këto rekomandime, po flasim për shembull për të regjistruar një kompani, pra një huaj, por dhe vendas, po flas për investitor të huaj, duhesh një muaj ca, plus kostoja për të regjistruar. Okej, u hodhën hapa të rëndësishëm, ndodhi qendra kombëtare e regjistrimit të biznesit, pastaj më vonë qendra e licencimit, pastaj u hodhëm. Pra jemi në një progres të vazhdueshëm, por me hapa shumë të ngadalë. Por ngërçi më i madh është se thuash implementimi i asaj që është hartuar. Pra, Shqipëria, të gjithë e dim që ka një paket ligjore shumë bashkohore, pra sepse tashmë dihet që në aspektin e legjislacionit Shqipëria po monitorohet nga Bashkimi Evropian dhe dita ditës ne po rezonojmë me standardet e tyre për sa i përket hartimit të legjislacionit, por problemi është në implementimin e legjislacionit. Pra, si që thamë edhe më herët, pra administrata, ata që duhet të vënë në praktik pra legjislacionin, kanë vlen shumë për të dëshiruar. Dhe për pasoj, është ngërçi që ka ndodhur në vite dhe sektorët përkatës që kanë patur të domosdoshme që të kenë vëmendjen e qeverisë me investimet. Ju besoj edhe pajtojni me faktin që edhe pse ndër vite mund ne të vazhdojmë të kemi apo të regjistrojmë të njëjtat problematika që tani më mund të konsiderohen të mbartura, ju e vlerësoni se ka pasur edhe një progres, le themi, ndonse jo me hapin e pritshëm ky progres. Megjithatë, jemi larg, pra ajo që lihet kuptohet nga analiza juaj, jemi larg atyre pritshmërive dhe atij terrenit të favorshëm dhe të volitshëm për sipërmarrjen. Ju rënditët teksa po bënit një diagnozë, le themi, të situatës për të kuptuar se çfarë nuk funksiononte siç duhet, ju sollt në vëmendje burokracitë, pra praktikat të zgjatura që nga njëherë shkaktojnë qoftë pasiguri, shkaktojnë vonesa dhe kur bëhet fjalë për biznesin, çdo vonesë ka kosto. Pra, është përkthehet në kosto. Po ashtu sollt në vëmendje çështjet e pronësisë që vjojnë që të mbeten një gangrenë dhe që në një farë mënyre bllokojnë interesin dhe investimet, qoftë investimet brenda vendit, pra nga sipërmarrës shqiptar, por edhe të huaja. Në këto kushte, pra, teksa apo ju rënditët këto, le themi që duhen, aspekte që duhen përmirësuar. Fakti që i sollët në vëmendje, sepse nuk është hera parë, ne kemi zhvilluar edhe një intervistë disa muaj më parë, janë këto shqetësimet edhe të sipërmarrjes britanike në Shqipëri, pra në një farë mënyrë, ajo që ju prezantoni sot vjen edhe, le themi, si një zë i atyre që paraqesin sot bizneset britanike në Tiranë? Duhet shtoj që Shqipëria është thënë dhe herë tjera dhe gjithë dihet tashmë, është treg shumë i vogël, por është shumë atraktiv për atë njësinë që është, pra, me mundësi që krijon, me pozitën e vet gjeografike, me kushtet klimatike, pra, siç folëm për sektorin e bujqësisë, që i ka të gjitha mundësi që të zhvillohet, por duhet patjetër të bëhen investim. Dhe ne në programin tonë, për shembull, që në vitin 2003-2004 kemi sjell ekspert britanik për të parë realitetin shqiptar, qoftë në fushën e rritjes pra të produkteve bujqësore, por edhe të blegtorisë, që tashmë secili prej nesh e di se ku është ka të ndisur situata. Pra Shqipëria eksporton, importon rreth 83% të mishit.
Dhe në këtë aspekt nuk ka ndodhur asnjë progres. Pra jemi në vitin 2003 me këto shifra. Por jemi në një situatë krejt ndryshe përsëri, sepse edhe nëse do të jemi, qeveria do të ishte e gatshme që të investonte, nuk ka kusht marrë përsipër që të mbashtrojë kafshët. Nuk ka më banor në për fshatat e Shqipërisë që të marrë përsipër që të mbjell qoftë produktet bujqësore, qoftë të frutikulturës e më radhë. Dhe pra janë krijuar... Duke që me kalimin e kohës janë shtuar dhe janë zgjeruar për masat e problemi. Tashmë është problemi social, pra. Biznesi prej vitesh po ballafaqohet me faktin që nuk ka fuqi punëtore. Dhe tashmë po synohet tregu i punës ndërkombëtar. Gjë të gjitha këto janë parashikuar, po flas nga nesi institucioneve. Që Shqipëria është mirë që të veprojë tani për të gjitha fushat e zhvillimit ekonomik të saj, në të gjithë sektorët. Në edukim, për shumë. Ne kemi ardhur me programin tonë për edukim. Në Angli, për shumë, në fund të viteve 90, ishte programi i trajnimit kombëtar, pra, në profesionet të ndryshme, dhe që quhej NVQ, National Vocational Training, gjë të cilën ne u munduam që ta implementojmë edhe në vendin tonë. Komplet ne konsideroshim si astronaut që këshim marrë nga largë dhe askush s'po kuptonte se çfarë po bëjmë neve. Por më vonë në vitin 2004... Konsideroshim parashikime o gurzeza aso kohë, apo ishin largë realitetit dhe një gjë që mund të ndodhte në... Ajo ishte diçka reale, jo nuk ishte thjesht vizion, por çdo gjë ishte e hartuar në korelacion me atë që ofronte Shqipëria dhe që ofron edhe sot e kësaj dite. Dhe ju folët për investitorët e huaj. Investitorët e huaj, tash duke qenë se Shqipëria është e vogël, britanikët kanë më të lehtë shkojnë në Indi, të shkojnë në Indonezi, po e marrë, ose edhe në Kinë, që Kina ishte shumë e hapur në fund viteve 90 deri para 5-6 vjetësh kur filluan ato krizat politike ndërkombëtare, gjeopolitike etj. Pra, atëherë qa duhesh? Duhesh që Shqipëria e vogël të ishte sapo atraktive. Siç ishte rasti i paketës fiskale 10%, ajo ishte shumë atraktive dhe ne e shitëm shumë bukur atë dhe pati shumë interes nga investitorët britanik. Dhe patëm dhe një fluks të tyre në vitet pas viteve 2008-2009. Proceset tjera që ishin regjistrimet online e tjera, sigurisht që e lehtësuar shumë punë. Prokurorimet online, ngeli thjesht një fjalë. Kur nuk u zbatua që të ketë prokurorime online, siç ne e kishim paraqitur në online, në faqet e meradhë të institucioneve, të dikasterëve ndryshme. Kur nuk u gjet aksesi nga investitorët e huaj që të marrin një projekt. Dhe ky është një problem shumë i madh. U deklarua dje nga zoti Rama. Inteligencës artificiale. Ma mirë vonë se kur. Okej, e mirë presim atë. Po pse kaq vonë? Shqipëria nuk mund të zhvillohet vetëm nga ne. Pse? Sepse ne nuk kemi një eksperiencë. Pra, nuk kemi një uri të dhura për ta zhvilluar Shqipërinë. Atëherë çfarë kërkohet? Korelacioni ndërmjet investitorëve të huaj që vinë me një uritë bashkëkohore dhe me mundësi që ofron Shqipëria, që atë e përgatiste partneri lokal pra shqiptar, do të bënte të mundur që Shqipëria të ishte në një standard më të lartë si vend i zhvilluar dhe gati për të integruar në Bashkimin Evropian. Dihet që Bashkimi Evropian, ndryshe nga gabimi që bëri me Rumaninë dhe me Bullgarinë, pas asaj eksperiencë të hidhur me këto dy vende, deklaroi se nuk mund të ndodhë më antarësimi në Bashkimin Evropian do të jetë një integrimi plot, jo thjesht dokumentar, pra dokument, pra me letra, por do të bazohet edhe në zhvillimin e vendit në të gjitha aspektet, që nga arsimi, që nga sistemi ligjor, pra drejtësia e meradhë, pronësia, fushat tjera pra sistemi bankar, që është një industri e re në Shqipëri, por që ka hedhur hapa të jashtëzakonshme dhe ka ecur shumë përpara, dhe përsëri dhe ato
kanë nevojë për një bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, pra me investitorët e huaj. Zoti Hoxha, ju thatë me drejt që shumë e rëndësishme që të zjerohet në një farë mënyrë edhe spektri i sektorëve ku investohet. Dhe duke mbetur tek e njëjta linjë, le të themi, arsyetimi që është shumë e rëndësishme që këto investimet e huaja të mos kufizohen vetëm tek sektori i pasurive të paluajtshme, që vjen edhe si rezultat i rritjes së numrit të turistëve, por të shtrihen edhe në ato sektor që ju i konsideruat me potencial lartë dhe që në një farë mënyre janë sektor të cilët sjellin qëndrueshmëri, pra një rritje ekonomike të qëndrueshme, kundër të tjera përmendët edhe sektorin energjetik. Ka interes nga ana e sipërmarrjes britanike për këtë sektor? Interes i jashtëzakonshëm, me fjalë. Britanikët i kanë bërë një studim, pra një skanim territorit të Shqipërisë me detaje se kush është intensiteti, sa është intensiteti diellor, pothuajse nuk e egzageroj, në çdo metër katror të Shqipërisë. Pra, gjë që është bërë në bashkëpunim me institucionet tonë. Janë hedhur hapa të tjerë për të identifikuar zonat se ku mund të implementohen këto projekte. Shqipëria tashmë të gjithë e dim që e kemi këtë fat nga Perëndia që është vendi që ofron këtë mundësi dhe mundësi Shqipëria të jetë solare nga jugu në veri, sepse janë kushtet klimatike. Dhe me këtë rast, britanikët kundërshtonin masakrën që ka ndodhur në Shqipëri pas viteve 2009, sidomos e në vazhdim, si që ishte futja e çdo rrëkeje në tubacion. E duke lënë zona të tëra të Shqipërisë në thatësirë, pa ujë, duke bërë të mundur të ngordhin kafsh, duke bërë të mundur për pasojë të largohen banorët nga fshatrat të ndryshëm të Shqipërisë, duke sjell një kaos dhe një katastrofë natyrore në shumë zona të Shqipërisë. Dhe britanikët hodhën idenë që duhet Shqipëria solare, pra. Ka projekte konkrete në këtë drejtim? Sigurisht që ka. Që nga Fieri, ku është intensiteti më i lartë me Karavasta, me Lushnjë e Merat, edhe deri në veri, në jug e kudo. Kur Gjermania, Britania e Madhe tashmë ka shkuar në shifrat deri në 20% të prodhimit të energjisë elektrike nga panelet diellor, ku Anglia e mirgullt e ku Shqipëria dritë, 18 orë. Është një fatkeqësi që ne përshëndesim atë që po ndodh kohët e fundit nga qeveria shqiptare, e cila ka deklaruar që ne do ta zhvillojmë këtë sektor dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Dhe ne bëjmë apel me këtë rast që duhet patjetër të orientohemi drejt energjisë solare dhe me qëllim që të rihabilitojmë edhe disa zona të caktuara që janë masakruar nga hidrocentralet. Sepse janë bërë pas studim. Aty është një korrupsioni gjallë, pra aty me këtë rast unë patjetër që dënoj çdo akt të ndërmarrë nga vetë komuniteti i biznesit në mënyrë artificiale për të marrë, për të licencuar dhe për të ndërtuar vepra të tilla thjesht për interes ekonomik. Pra, ky është një fushë e pa shterur për sa i përket prodhimit të energjisë dhe vërtet Shqipëria ka mundësi që të bëhet një vend që të eksportojë, për të arritur objektivin që të kthehet. Ajo që në çdo qati të ketë panelet diellor është një nisëm shumë e mirë dhe duhet bërë realitet. Dhe në këtë rast unë i bëj apel qeverisë që të mos i kufizoj licencat. Jo po jap 2000 tani, pastaj po jap sepse kjo bën të mundur inkurajimin e asaj që tashmë Shqipëria vazhdon akoma të lërgojë korrupsionin. Pra gjykoni që duhet të nxitet, të liberalizohet. Ky treg. Mjafton që të studiohet mirë, pra, në këtë aspekt jetë kontrolli teknik që për çdo njeri që ofron një mundësi për të zhvilluar një projekt të tillë, sado i vogël, mund të jetë familjar, mund të jetë biznes, mund të jetë lokal, pra në një zonë caktuar, vetëm ushtrohet kontrolli që të vihen në vendin e duhur dhe sipas standardeve. Pjesa tjetër duhet të liberalizohet. E qartë. Ndërkohë nuk më thatë nëse kishte projekte të caktuara apo interes nga britanikët për këtë sektor? Ne kemi 8 vjetë që merremi non-stop me këtë gjë. Sigurisht që ka.
Dhe janë projekte të hartuara. Sigurisht që pritet që të kemi dhe rasti që do t'i themi në këtë studio kur të nis implementimi i tyre, patjetër që ka. Por mbetet për të parë, mbetet në vimësi, nuk do na thoni asgjë tjetër. Ata e kanë bërë punën e tyre, pra dihet se ku janë, mbetet thjesht detyra e shtëpisë për qeverinë shqiptare dhe për palën shqiptare. Pra që të miratojnë zonat ku ata janë të interesuar, me fjalë që Dhe cilat janë këto zona? Kryesisht është Shqipëria mesme. Shqipëria mesme. Pjesa bregdetare. Pjesa bregdetare për zhvillimin e këtyre fotovoltaikëve? Dhe tjetra është aty ku ato e shikojnë të arsyeshme që ne dëmtojmë ambientin ose ka një efekt social negativ, britanikët kur nuk hynë. Pra kjo është e bukur që nuk rendin që o burra të implementojmë këtë projekt dhe të rendin pas fitimit. Pra gjithmonë ata veprojnë në raport me atë që quhet përgjegjësia e korporatës, pra kontributi social para, pastaj investimi. Pastaj investimi. E qartë, mirë, zote Hoxha. Ju falenderoj, do të vjojmë që të diskutojmë edhe në pjesën e dytë mbi këtë çështje, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio.